180.000 dosje stok, Hoxha, drejtësia në kolaps, shqiptarët ngrohen në diell. Gazetari Ertan Hoxha ka deklaruar se drejtësia në vendin tonë është në kolaps. Sipas tij, reforma në drejtësi ka dështuar, ndërkohë që stoku i dosjeve ka shkuar në 180.000. Hoxha thot se SPAK heton vetëm 0.3% të dosjeve, ndërsa shton se pjesa tjetër e shqiptarëve ngrohen në diell. Reforma në drejtësi ka dështuar, ne kemi dëmtuar në mënyrë të pariparueshme sistemin ton të drejtësisë. E kemi çuar stokun 180.000 dosje dhe kemi në kolaps sistemin. Merremi vetëm me SPAK-un, kemi vendosur 20 kamerat e dera e SPAK-ut dhe shohim kush hyn e kush del. SPAK-u sot heton 0.3% të dosjeve, pjesa tjetër e shqiptarëve ngrohen në diell. Imagjino, gjyqi për shpifi i Ramës me Bashën deshi 7 vite kohë. Kjo është reforma. Këtë nuk ja thon asnjë ndërkombëtari, asnjë ambasadori. Në këtë vend nuk ka drejtësi, u shpreh Hoxha.